Televizioni Shenja mëson ekskluzivisht emrin e personit të katërt, për cilin u bë gjithë ajo bujë në opinion për ndalesë në kufirin e Shqipërisë, ku u tha se nuk u lejuan të hyjnë në Shqipëri 3 funksionarë të Vlenit, deputetët Bekim Qoku dhe Adnan Azizi, si dhe zëvendës sekretari i qeverisë Hasim Murtezani. Bëhet fjalë për Adnan Selmanin, i punësuar në Ministrinë e Kulturës. Rasti fillimisht u cilësua si ndalesë e funksionarëve sepse gjëja kanë gisht në organizim në protesteve në Shqipëri, gjë që u mohua nga autoritetet shqiptare, të cilat po ashtu konfirmuan për televizionin emrin e Selmanit, i cili që nga e mërkura mbeti enigmë për opinionin. Personi në fjalë kishte ndalesë nga shteti shqiptar të hynte në Shqipëri, shkaqet e cilit nuk i treguan në detaje. Pas ngjarjes vijuan një sër reagimesh në mbështetje të 3 funksionarëve, por duke mbajtur nën hije emrin e personit të katërt. Përveç 3 funksionarëve, reagim pati edhe nga kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Veriut Afrim Gashi. Policia e Shqipërisë një ditë më parë sqaroi se funksionarët e Vlenit janë solidarizuar me Selmanin dhe janë kthyer bashkë me të. Sipas policisë së Shqipërisë, Selmani nuk është i vetmi që është kthyer nga kufiri, por ka edhe qindra të tjerë që nuk janë lejuar të hyjnë në Shqipëri.